Jetër shoqëror që duhet me pasët edhe pasuri, edhe karrierë, edhe gjitha. Kështu që këtu kush po e bart më shumë presionin shoqëror, ndoshta edhe zonja Bedria. Tani presioni i natyrës që ju po e bëni pyetje, është i llojeve të ndryshme, nuk mund të thuhet që është identik. Patjetër. Sigurisht që femra bart presion shoqëror në raport me mirëmbajtjen e familjes, në raport me dukjen e familjes, në raport me mirëqenien e familjes. Dhe fatkeqësisht ose fatmirësisht ky presion po vazhdon të rritet vazhdimisht. Tani duke u rritur si presion shoqëror edhe mund të rriten standardet në raport me një mirëmbajtje më të mirë, me një dukje më të mirë, me një prani ose prezencë më të mirë. Pra nuk është gjithmonë negativ ky lloj presionit. Ndërsa sa i përket gjinisë mashkullore sigurisht që ka presion edhe tek ata në raport me ndërtimin e asaj sigurisë ose stres familjare, të karrierës që shumica kanë dëshirë dhe tentojnë me arrit në jetë, po edhe në këtë aspekt nuk them që është i gjithë presioni negativ, për shkak se krijon edhe është një indikator ose katalizator që ty të shtyn me ecë përpara. Ka presion, ky presion nuk është vetëm tek shoqëritë tona, është ndryshim global për shkak se ka ndryshuar edhe vetë mënyra dhe vetë ritmi dhe vetë jeta, vetë prania e madhe e rrjeteve sociale. Mundësia e lehtë për me u qas tek të njëjtat ka kriju ndryshime që kanë prek edhe shoqëri që janë shumë më të avancuara dhe më të emancipuara se shoqënia jonë. Kështu që s'kemi me mbetë edhe na pa u detektu prej këtyre rrjeteve sociale ose prej këtyre ndryshimeve. Vetan? Kjo pjesë është që